Kur flasim për aftësinë e kufizuar, mendojmë kryesisht për anën fizike, shërbimet shëndetësore dhe përfshirjen në arsim dhe në punë. Por rrallë ndalemi që të flasim për seksualitetin, nevojat emocionale, ndjenjat apo mënyrën se si e shprehin dhe pranojnë dashurinë. Personat në aftësi të kufizuar përballen shpesh me stigma, paragjykime dhe një sër mitesh të pavërteta. Le t'i çmontojmë disa prej tyre. Personat me aftësi të kufizuara nuk kanë të drejta seksuale. Gabim. Të drejtat seksuale janë të drejta të njerëzit. Kufizimet fizike nuk e pengojnë shprehjen e seksualitetit apo dëshirën për të dhënë dhe për të marrë dashuri në një marrëdhënie romantike. Ata nuk ndjejnë tërheqje dhe as dëshirë për marrëdhënie romantike. E gabuar, personat me aftësi të kufizuar janë qenie seksuale si të gjithë ne, ndaj ata kanë të njëjtin interes si për dashuri edhe për marrëdhënie romantike. Këto mite nuk bëjnë gjë tjetër veçse i çojnë ata në të tëra barriera sa i takon qasjes në edukim dhe në shërbimin e shëndetit seksual dhe riprodhues. Personat me aftësi të kufizuara lidhen vetëm me personat të komunitetit të tyre. Sigurisht që e gabuar, ata mund të dalin, të njihen dhe të krijojnë marrëdhënie me kudo, pavarësisht aftësisë së kufizuar që përjetojnë. Ata janë shumë më tepër se sa aftësia e tyre e kufizuar. Kanë ngjyra të ndryshme personaliteti, interesash dhe botkuptimi. Persona me aftësi të kufizuara nuk përjetojnë abuzime seksuale apo dhunë në familje. Nuk është e vërtet. Personat me aftësi të kufizuara janë më të ekspozuar ndaj abuzimeve seksuale. Madje, ata përjetojnë abuzime seksuale dhe dhunë në familje 3 deri në 4 herë më shumë se sa individët e tjerë. Ky mit është i rrezikshëm sepse shpërfil realitetin, duke bërë që përvojat e personave me aftësi të kufizuar në këtë kontekst të mos dëgjohen. Persona me aftësi të kufizuara nuk mund të krijojnë familje. Ata nuk mund të jenë prindër të mirë, por edhe nëse do të kenë fëmijë, ata do të jenë me aftësi të kufizuara. Sigurisht që e gabuar, ata mund të kenë familje, fëmijë dhe të jenë prindër të mrekullueshëm. Ndjenja e prindërimit shkon përtej sfidave fizike. Ajo varet nga dashuria, përgjegjësia, mbështetja dhe përkujdesja. Persona me aftësi të kufizuara nuk mund të mbesin shtatzënë dhe as të marrin sëmundje seksualisht të transmetueshme dhe përrjedhoj ata nuk kanë nevojë për informacion për parandalimin e tyre. E gabuar. Një person me aftësi të kufizuara nuk është automatikisht steril apo imun ndaj sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Personat me aftësi të kufizuara kanë gjëra më të rëndësishme për të shqetësuar sesa seksi. Seksualiteti dhe nevojat seksuale të personat me aftësi të kufizuara janë thelbësore për një jetë të plotë në aspektin human. Sigurisht që ka edhe plot mite të tjera për të cilat do të na nevojiteshin video edhe më të gjata për t'i shpjeguar. Duhet të jemi më të kujdesshëm në mënyrë që t'i japim këtij komuniteti dinjitetin që meritojnë.